Durrësi 2 muajt e fundit ka nxjerrë në pa të gjithë shëmtin, të gjithë fytyrën e shëmtuar të këtij pushteti dhe të kësaj qeverie. Ne shqiptarët e kemi një fjalë të vërtetë. Miku i mirë njihet në ditë të vështirë. Durrësi këto muajt e fundit, qyteti i ri dhe i vjetër, rrethinat kanë njohur përmbytjet pothuaj apokaliptike, pa para ndonjëherë. Kanë njohur më keq se kaq injorimin e plot nga pushteti dhe qeveria. Mashtrimin e plot nga pushteti dhe qeveria. Cinizmin ekstrem nga pushteti dhe qeveria. Përmbytje natyrisht të shkaktuara nga shirat, por po kaq nga korrupsioni, nga vjedhja e fondeve të përcaktuara për pastrimin e kanaleve, për tërheqjen, evakuimin e ujrave nga hidrovorët dhe sistemi i kanalizimeve. A ka njeri të ketë mësue gjën më të vogël, ta quajmë sabotim është pak, se të përmbysësh 6.000 familje, t'ju fusish ujin dhe t'i lësh ato me ditë të tëra, është një krim i shëmtuar i shumë llojit.